Përshëndetje miqtë mi, jemi në podcastin e radhës takohemi sërish me mikun tonë të përhershëm Emir Gjiniqi. Mirë se erdhe sërish Emir. Mirë se gjeta. Ka pasur këtë ditë një vizitë të kryeministit shqiptar në Izrael. Si erdhi kjo në optikën tuaj? Shiko, është normale që përfaqësuesit e shteteve të zhvillojnë marrëdhëniet në bazë të interesave përbashkëta. Politika dhe marrëdhëniet ndërmjet shteteve, qofshin ato marrëdhënie bilaterale ose më tepër, kanë bazë interesa të përbashkëta. Megjithatë, para se të fillojmë tek interesat, është shumë e rëndësishme të vlerësohet momenti. Ministri Rama zhvillon një vizitë në shtetin e Izraelit në një moment kur qeveria e Izraelit ka një diskordancë, një përplasje të madhe me popullin e Izraelit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të thuhet. Izraeli qeveriset nga qeveri ekstremistësh, të djathtë, në një koalicion të gjerë ku bën pjesë ultra ekstremistët religjioz. Qoftë partia e Smotrichit, qoftë partia e Bingaferit. Janë dy parti ekstremiste religjioze, të cilët janë të gatshëm të bëjnë çfarëdo lloj gjenocidi. Ne zakonisht kur flasim për ekstremistin religjoz, përqendrohen në botë, përgjithsisht përqendrohen tek ekstremizmi musliman. Po, ka është e vërtetë, edhe muslimanët kanë ekstremizmin e vet. Por ekstremizmi religjoz në çfarëdo lloj feje është i njëjtë. Është një deviacion i thellë nga doktrina religjoze. Nëse shkojmë pak në histori, kemi forma të ekstremizmit krishtërin, shumë të hershme, madje shumë analistë, shumë kristolog, mendojnë që edhe kryqëzatat ishin një formë ekstremizmi, një lloj abuzimi. Me pak fjalë, çdo veprim, çdo qëndrim i cili bëhet në emër të religionit, por nuk gjen bazë në doktrinën religjoze përkatëse, është ekstremizëm, është jashtë, minimumi është jashtë doktrinës, por justifikohet gjithmonë me emrin e religionit. Edhe në këtë rast, qeveria izraelite është e hapur, është e vlerësuar botërisht që është një devijim i judaizmit në mënyrë të tmerrshme, por që mbështetet nga sekte religjioze, kryesisht nga haridimët dhe ultraortodoksit, nga pikpamje fetare, domethënë e justifikojnë. Kjo kalon çdo lloj ekstremizmi, po themu në kohët moderne. Pse? Nëse do ta krahasosh me ekstremizmin musliman, e gjithë bota muslimane u distancua, qoftë nga Daesh, qoftë nga ISIS-i, qoftë nga Al-Qaeda, që momentet e para. Ndërsa në këtë rast, ekstremizmin e ke të organizuar politikisht forcë politike, e cila bën pjesë parlament, bën pjesë në qeveri dhe ka forcë vendimarrëse. Në qoftë se do të lejohej të përdorej një term tjetër, ky ishte ekstremizëm shtetëror. Por në botë, në marrëdhënie ndërkombëtare, vlerësohet që në shkencat politike mund të flasësh për ekstremizmin në gjithë format e tij, po ekstremizëm shtetëror jo. Në shtetet e kanë mbrojt veten e vet nga këto lloj dukurish. Gjithsesi, kjo është e vërteta e Izraelit dhe ne bëjmë mirë të ndajmë popullin e Izraelit, shtetin e Izraelit, doktrinën judaiste nga ajo që shohim sot në Izrael, nga forca politike ekstremiste me në krye të cilës është Netanyahu, i cili ka krijuar këtë shëmtirë dhe në radh parë i ka bërë dëmin më të madh vetë Izraelit. Ne jemi mësuar që Izraelin ta shohim si një popull shtypur, si një popull përgjatë historisë, dhe është vërtet një pjesë madhe, pavarësisht që ndonjëherë kemi një lloj egzagerimi, dhe kur them egzagerimi për shembull për cilë rastin e Holokaustit. Po, Holokausti është diçka e vërtetë. Nuk diskutohet që ka ndodhur. Por shifrat dhe mënyrën se si publikohet është krejtësisht falso. Është e rëndë të thuash ti. Nuk është fare rëndë, po të sjell një shembull. Në Auschwitz deri në vitin 94 ka pasi tabel. Para se të fuset e kampi Auschwitzit. Një nga vendet ku është bërë masakra në luftën e dytë botërore kundër hebrejve. Dhe kjo tabel shkruante tu vran 3 milion hebrej. Në vitin 94-95 hoq tabela dhe u shkruajt. Edhe tashni e ke akoma. Ktu janë vrarë 1 milion hebrej. Domethënë çështja është tek numri, jo tek fenomeni. Sigurisht që Holokausti ka ndodhur. Numri, egzagerimi
i cili ka qëllim ta glorifikojë historinë e Izraelit. Por ka diçka Gendi që populli i Izraelit ka atë histori që e njohin gjithë botën, dhe me të vërtetë është histori e dhimbshme. Në momentin që kërkon ta glorifikosh, do të thonë të japësh shumë më tepër se sa çka ti e zbeh dhe atë që është. Problemi i dytë, mendoj, e si mi futur akoma tek pyetja juaj. Lufta e dytë botërore ka pas të paktën 60 milion njerëz viktima. Është nga një luftat më të përgjakura në historinë tonë moderne. Dhe dashje pa dashje, kur flitet për luftën e dytë botërore, kufizohet diskutimi vetëm te Holokausti. Ku shkuan 60 milion tjerë? Nëse do t'i marrim mirëqenia edhe shifrat zyrtare që flitet për 6 milion hebrej, janë vetëm 10 milion të viktimave që ka bërë lufta e dytë botërore. E ky është manipulimi. Dhe sot po shohim që 10% kishte. 10%. Dhe sot po shohim që gjithë këto lloj manipulimesh që kanë bërë lobet sioniste, po i kthehet kundër Izraelit. Sigurisht që edhe Shqipëria, një vend i vogël, që mori pjesë në luftën e dytë botërore, ne kemi njerëz që janë vrarë nëpër kampet e nazistë. Kemi njerëz që janë burgosur nëpër kampet e nazistë. Nuk i përmendim në shqiptar. Elementi i tretë, Holokaust vetvete është flijimi në judaizëm. Flijimi në judaizëm, siç kemi në Kurbanin, quhet Holokaust, do të thonë edhe kësaj fatkeqësie, e cila në vetvete ishte një fatkeqësi që erdhi për shkak luftës, jo për shkak të religionit. Do të thonë Hitleri, i cili ishte një kriminal në mënyrë absolute, unë nuk besoj që i vrau izraelitët për shkak të judaizmit. Apo jo? Dhe tu nuk kam qëllim fare të lehtësoj atë që ndodhi. Por manipulimi që bëhet, duke i quajtur vrasjen ose të vrarët e Izraelit si Holokaust, do të thotë e nvesh me kulturë religjioze. Këto janë konotacionet që sionizmi është munduar të justifikojë ekzistencën e tij dhe të paraqesë gjithmonë popullin e Izraelit si viktimë dhe vazhdon sot e kësaj dite viktimë. Ajo që ndodhi pastaj në 7 tetor tregon krejtësisht kundërta. Dhe kjo është dëmi më i madh që i ka bërë qeveria sioniste, ekstremiste, djathtë dhe ekstremiste religjioze Izraelit, sepse nga viktimë e ktheu në rol në ka krejtësisht kundërt. Sot flitet për një qeveri e cila vret pafajshëm, për një qeveri e cila bën gjenocid, për një qeveri e cila bën krimi lufte ndaj një popullsie krejtësisht parmatose, që është popullsia e Gazës dhe Palestinës. A ishte apo si ishte momenti i duhur? Po, këto ishin arsyet që ju thash që nuk ishte momenti i duhur që kryeministri i Shqipërisë bënte një vizitë tillë. Cila është arsyeja? Shumë e thjeshtë, jo vetëm akuzat e rënda që ka qeveria, kryeministri i Izraelit, i cili akuzohet nga gjykata për krime lufte, për gjenocid. E dyta është një kryeministër i cili është tërësisht izoluar. Gati gjysmën e botës nuk lëviz dot. E treta, pjesa më e madhe e botës po mban qëndrim shumë të ashpër ndaj mosdëgjimit të këshillave të Izraelit. Izraeli është krijuar me vendim të OKB-s, të Kombeve të Bashkuara. Dhe Izraeli sot nuk e dëgjon. Izraeli sot e quan turp Kombet e Bashkuara. Ka cilësuar turp disa herë, përfaqësuesi ambasadori i Izraelit të Kombeve të Bashkuara është përplasur me sekretarin e përgjithshëm dhe jo vetëm. Reporterja albaneze e Kombeve të Bashkuara, e cila paraqiste raportet mbi atë që po ndodh në Gaza, jo vetëm që është linçuar, jo vetëm që është atakuar, jo vetëm, por është sulmuar, ka pohulluar botërisht, është kërcënuar për shkak të raporteve që ja ka sjell. Shumë shtete janë detyruar të bëjnë njohje të një anshme të Palestinës për shkallë mosdëgjimit të Izraelit. Me pak fjalë, Izraeli jo vetëm që është, kur flasim Izraeli, qeveria izraelite, dhe do ta ritheksoj vazhdimisht të herë, jo vetëm që është izoluar, por shikohet me një farë urrëtie në mënyrën se sillet me ligjin ndërkombëtar, me institucionet ndërkombëtare, me atë çka ndodhur në Gaza. Dhe në këtë situatë, kur në Izrael nuk shkon asnjëri, del kryeministri i një shteti periferik. Kryeministri i vendit tonë, Edi Rama, i cili merr përsipër ta thyejë këtë lloj embargo diplomatike, po them këtë lloj izolimi politik.
Para një herë që nuk ka mundësi ta thyej sepse ne jemi shtet që nuk kemi peshë në arenën ndërkombëtare. E vetme gjë që mund ta lexosh këtë ose vetmi ka se si mund të lexohet kjo vizitë është çfarë përfiton dhe çfarë humbet Shqipëri. Para se të arrim te kjo pjesë, lejo të ndaloj në 2-3 çështje që besoj janë të rëndësishme. Ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Vrasja e palestinezëve është një dhimbje shumë e madhe humanitare në botë. Dhe ekstremistët që janë pak, po ta shikosh. Dhe kjo është një tjetër goditje që ka bërë qeveria ekstremiste e Izraelit, që ka dhënë goditje dhe forcave të tjera ekstremiste në botë janë zvogëluar sepse shoqëria njerëzore është zgjuar nga rreziku që sjell ekstremizmi politik dhe religios. Dhe po ta shikosh forcat ekstremiste, pavarësisht frymës që vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga presidenti Trump si një djathtë e cila gjithnjë më tepër po shkon drejt ekstremizmit, edhe brenda Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk është që ka sjell rritje të djathtës ekstreme, të djathtës ekstreme në botë. Sepse performanca që krijuan këtë që është shumë e gabuar, që është shumë ekstrem dhe dobësoj. Pra ka dhe një impakt tjetër. Hannah Arendt është një nga personazhet më interesante në botën hebreje, e cila flet shumë për historinë hebreje, është shkrimtare e njohur. Flet për Holokaustin dhe për dhimbjet hebreje, po është një figurë shumë racionale dhe dashur në qarqet e lexuesve dhe jo vetëm. E thotë kështu, vrasja e keqardhjes njerëzore është shenja e parë e rëndjes në barbari. Dhe mënyra se si kryeministi shqiptar foli ose bëri vizitë tek ai muzeu që kanë bërë ato për viktimat e 7 tetorit, shkoi tek muzeu Holokaustit, tek muri i lodhëve etj. Krijoi këtë lloj ndjesie. Është e vërtetë që ajo që ndodhi në 7 tetor ishte një krim, ishte një terrorizëm që bëri Hamasi, po ishte vetëm një ditë. 2 ditë e ca mbrapa ishte për ditë një 7 tetor për në kurrizë palestinezë. Dhe po të krahasosh viktimat, janë mbi 72.000 të vrarë, nga të cilët 20.000 njerëz. Janë shifra që kanë të rëndit gjithë opinionin botror. Dhe një kryeministër do duhej, pavarësisht arsyeve, do duhej që gjatë vizitës tij të shprehte, do të krijonte balancë në qëndrimet e tij, sepse ky është realitet. Gjithë bota mbaj qëndrim. Nuk i përmendi fare viktimat e popullit palestinez. Kjo ishte pjesa e parë. Më ka bërë përshtypje, ka bërë debat madh, jo vetëm në Shqipëri, ka bërë debat madh vizita e kryeministit. Por mua më ka bërë përshtypje një shkrim i një gazetari në Middle East Eye, është një nga portalet më të njohura medias në lindjen e mesme, i cili shkruante shumë bukur. Shkruante si një shqiptar i fyer faktikisht, ndërkohë që ishte arab. Dhe thonte kështu: turp, shumë turp. Unë kam parë lëpirje në politikë, thonte. Dhe përgjithsisht vendet e vogla lëpihen ndaj fuqive nda, por lëpirje të tillë unë s'kisha parë në histori. Dhe pastaj vazhdonte dhe thonte: mos e merrni në konsiderat se shqiptarët janë një popull fisnik, janë një popull me shumë vlera. Dhe ky është një kryeminist i cili ka turpëruar popullin e tij dhe nuk përfaqëson popullin e tij. Sinqerisht më erdhi keq se si përcaktoi vizitën e kryeministit shqiptar, e cila në vërtet ky ka qenë debati që është bërë në Shqipëri. A përfaqëson ky mendimin shqiptar, a përfaqëson qasjen shqiptare? Do vim pak më vonë tek ai. E treta, ai quajti turp, shumë turp, fjalimin e kryeministit tonë në Keniset, i cili për hir të vërtetë ishte shumë turp, po shumë turp. Çfarë thonte? Ishte një lloj mungesë turpi i cili kalonte çdo lloj niveli normal racional të njeriu. Dhe mua më kujton një shprehje Freudit, i cili thotë mungesa e turpit është shenja e parë e idiotësisë. Në një botë, në një fenomen kaq të madh, ku ka ndodhur ky gjenocid kaq i madh, dhe gjithë bota e ka parë, falë rrjeteve sociale, sepse mediat kryesore nuk e jepnin dot, ka pas një censurë të tmerrshme, dhe nuk ka asgjë që fshihet. Dhe dalesh të bësh sikur ti se ke parë këtë histori, me të vërtetë dukesh shumë clown para botës. Që mos e zgjat shumë, meqense qëndruam në vlerësimet e jashtë shqiptarëve, Noli ka një shprehje shumë të madhe për politikanët që sillen të formë, kur thotë tradhtarët, dinakët, hipokritët, dekusarët,
ngrihen dhe bëhen kryetar shtetesh, ky është rezultati.